të ndërruarit e mi, kur bëhet fjalë për adhurimin, profeti sallallahu alaihi wasallam patjetër që qëndron në gradën dhe shkallën më të lartë. Dhe e ka përshkruar bashkëshortja e tij, Aisha radhiyallahu anha, kur ka thënë, ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falej ai shumë dhe përkushtoi ai shumë për adhurim, sa i ejteshin këmbë. Kjo jashtë Ramazanit, në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kur e pyetën dhe i thashë i dërguari i Allahut, përse po mundohesh domethënë kaq shumë? Por që ty Allahu subhanahu wa taala ka falur gjithçka që ka kaluar. Dhe gjithçka që do të vjerë. Profeti alayhi salatu wasalam jep konceptin e adhurimit, se përse është adhurimi. I thotë, e fela akunu abdan shakura, atë mos jem rrëth falëndërues se ai që bën me Allahun të gjitha, gjitha mirësitë dhe veprat të cilat ai ka dhënë. Këtë rrugë në adhurim e ndoqën edhe të tjerë, edhe të gjitha ata të cilët domethënë ndiqnin shembullin e profetit alayhi salatu wasalam për dietarëve, për njerëzve të mirë. Ndërkohë mund të përmendim për shembull një rast konkret, një prej dietarëve të kësaj feje quhet Tawus ibn Kaysan, rahimahullah. I vjen dita si çdo kusht tjetër që edhe Tawus ibn Kaysan largohet nga jeta e kësaj bote dhe përbrish shtëpisë së tij ndodhenin dy vajza jetima, pra një e vetë me dy vajza të saj jetime, të cilat në mbrëmje dilnin në terasën e shtëpisë, po e quajnë ndryshme, për të ndryshuar diçka. Ju lutem pa zhurmë. Për të ndryshuar diçka. Dhe i thonë nënës tyre, thonë, oj nëna jonë, një gjë e çuditshme thotë është tek shtëpia e komshiut, sepse aty ka pasur në mes të shtëpisë ka pasur një kolon, një shtyllë, por sot ka pas ka hequr një qen nga më. Me lotë në sy i drejtohet atë do të thonë, nuk ka qenë kolon në i bia, ka qenë Tawus ibn Kaysan i cili vdiq sot dhe nuk e ka zëvendësuar kush, dhe nuk ka kush ta zëvendësojë. Pra, duke qenë se qëndrimi i tij në namaz për kushtimi i tij ishte i gjatë, por kjo bëhet fjalë në për njeriu është e veçme, privatësia e tij me Zotin dhe ndryshe. Ai kishte menduar se mos është shtyllë, domethënë si diçka e bukur, diçka e padëdijshme. Njëta gjë për cilën për sahabin e nderuar Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, kur Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi Zotin mëshirotë, Zoti pas falë inshallah për të vjetme, sulmon Mekën për shkak të Abdullah ibn Zubairit. Ai Abdullah ibn Zubair po falë në shtëpinë e vet. Dhe imagjinoni nderuar të nis, çfarë përkushtimi. Shembet shtëpia me katapultat që ai po sulmon dhe shembet shtëpia, Abdullah ibn Zubair nuk lëviz vendin. Kur mbaron atë namazin, domethënë nuk e kishte thënë shtëpia, domethënë to që nuk ishte sistemi i shtëpive dhe ndërtesave tona sot. E pyet e shoqja domethënë kam thirrë, nuk e ndjeva rrezikun që ishte domethënë që po katapultohej shtëpia. Ai thotë Allah, ai thotë nuk e kam ndjer fare, isha i përkushtuar. Për shkak se si jeton në atë adhurim, në lutjen Zotin xhelal që ta arrijë një grad të tillë. Qëllimi është ta shijosh atë adhurim, nuk është qëllimi domethënë vetëm sa falë, sa lexove. Këto janë gjëra mekanike. Ta shijosh është diçka tjetër dhe është ndjesia e shpirtit, por lutjen Zotin mos ta pregoj për asaj. Por profeti alayhi salatu wasalam akoma më i përkushtuar ishte në Ramazan dhe akoma më i përkushtuar ishte në 10 ditën e fundit të Ramazanit, kur një sunet i harruar nga ne është dhe itikafi. Profeti alayhi salatu wasalam qëndronte në xhami domethënë në 10 ditën e fundit ku i përkushtohej komplet adhurimit. Dhe i dhe thotë Aisha radhiyallahu anha në 10 ditën e fundit, profeti e ngrinte shtrojen e tij, pra dyshekun që kishte në cilën vite e ngrinte, përslinte më, kote, pushonte sa do pak, por jo më domethënë ti përkushtohej qetësisë. Ne nuk po themi domethënë se patjetër e lutim Zotin të arrijmë të gratë, pse jo? Nuk po themi që të jemi të tillë, ta nashkalojmë çdo angazhim tonë të përditshëm, po të paktën të kemi një kohë për adhurimin e Zotit tonë, ashtu siç e meriton Allahu xhelal. Jashtë çdo diellje tjetër, i përqendruar, i fokusuar në namazin tonë, në adhurimin tonë,
Lusëm Zotin Xhelel Xhelalu të na i pranojë dhe vërtohet, të i pali gjunahet tona, dhe të na bëjë për atyre të cilët nuk punojnë vetëm me fjalët e tyre, por nuk kanë vepra para se të flasin fjalët. Amin.